Kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, zhvilloi një takim me komunitetin e Gorishjotëve që jetojnë në Vlorë. Në fjalën e tij, Gjiknuri pohoi se kur ishte i deleguar si drejtues politik në qarkun e Vlorës në vitin 2016, mori një angazhim që të zgjidhte ankesat e naftëtarëve dhe naftën t'ia kthente shtetit. Angazhim për të cilin, siç pohon Gjiknuri, u përball me sulme të shumta, të cilat vijojnë edhe sot, kjo vetëm për vendimarrjen që mundësoi kthimin e naftës tek shteti. Në kushtet kur privati kishte dështuar në zbatimin e kontratës dhe naftën ja ktheu Alpetrolit, që sot shumë naftëtarë të kësaj zone vazhdojnë punën në kompaninë shtetërore të Alpetrolit. Sipas Gjiknurit, kjo është një nga veprat e tij që e bën atë krenar tek kjo zonë, pasi burimet ju kthyen atyre që u takonte. Gjithashtu, Gjiknuri kujtoi se e kishte rol të veçantë edhe në promovimin e ligjit të naftëtarit, duke ju ardhur në ndihmë të gjithë atyre që kanë punuar në naftë. Kur kam qenë deleguar për herë të parë në qarkun e Vlorës, kur erdha në vitin 2016, kur kam bërë një takim në zonën tuaj me disa naftëtarë, të cilët mankoheshin se si kompania private i kishte keq fryzuar puset dhe ajo kompani kontrollohej nga familje që ju e dini shumë mirë, të lidhur me Sali Berishën, morë një angazhim që naftën do t'ja kthej shtetit. Dhe faktikisht që përballja ime, madje edhe me sulme nga të gjitha drejtimet, sa dhe sot më sulmojnë për atë vendimarrje që bëra që nafta t'i kthehet shtetit. Ja hoqja privatit, kishte dështuar në zbatimin e kontratës dhe unë ja ktheva naftën al Petrolit, që dhe sot e kësaj dite shumë naftëtarë të asaj zone vazhdojnë punën me kompaninë shtetërore al Petrol. Dhe të them drejtën, kjo është fal vullnetit tim, këmbguljes ime, dhe është një nga gjërat e mira që më bën krenar dhe më lidh që me atë zonë burimet ju kthyen atyre që u takojnë dhe që punojnë dhe sot e kësaj dite. Dhe unë personalisht e kam promovuar ligjin për statusin e naftëtarit. Personat që kanë punuar në naftë morën përfitime siç i takonin për sakrificën. Dhe u kam marrë ndim shumë familje që kanë sakrifikuar vitet e tyre në industrinë e naftës, një punë të rëndë, po dhe që kanë sjellë shtetit kontribute financiare. Po dhe rruga drejt Karbonarës dhe këto kanë qenë direkt lobim i imi edhe si ish-ministër në atë kohë, sidomos dhe rruga e Lumit Vlorës edhe rruga drejt Selenicës. Janë vepra të cilat janë bërë sepse e meritoni. Referuar situatës zgjedhore, Gjiknuri pohoi se gjithçka e nisur do të vijojë edhe më tej. Partia Socialiste duhet të ketë pushtetin, pasi Partia Socialiste është fuqia vendimarrëse për t'i bërë mirë qytetarëve. Gjiknuri pohoi se ka shumë arsye se pse vota duhet të jetë për Partinë Socialiste, për Vlorën, për zhvillimin dhe të ardhmen e Vlorës nga pikpamja ekonomike. Me gjithë këto vepra të mëdha që po bëhen, aeroporti, 2 portet e reja, të gjitha këto do të sjellin ekonomi, do të kenë një të ardhme më të mirë për të gjithë. Në fund të takimit, Gjiknuri kërkoi votën për Partinë Socialiste dhe për kandidaturën e tij, duke theksuar se përmes votës masive do të marrë peshën e duhur politike për të qenë një zë i fuqishëm. Që të gjitha të realizohen nderuar qytetar, e para njerë duhet kemi pushtetin e Partisë Socialiste, po dua pushtetin sepse është fuqia e vendimarrjes për t'i bërë mirë qytetarëve. Me Edi Ramën ne kemi të gjitha shanset, vetëm ne mund të përmirësojmë gjëra. Ka ardhur momenti që vota për Partinë Socialiste ka shumë gjëra pse duhet të jetë e tillë. Por mbi gjitha për Vlorën, për zhvillimin e Vlorës, për të ardhmen e Vlorës nga pikpamja ekonomike, me gjithë to veprat mëdha që po bëhen, aeroporti, 2 portet e reja, të gjitha do të sjellin ekonomi, do të ketë një të ardhmë më të mirë për gjithë qytetarët tanë, do ketë nevojë për më shumë biznes, për më shumë punë. Të gjitha këto janë të mira materiale që vijnë për shkak të interesimit të kësaj partie, të kësaj qeverie për Vlorën. E dyta, rruga drejt Bashkimit Evropian. Me paketat qeverisë për turizmin malor, për bujtina, për të rritet e reja që duan të kthehen dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre, janë fonde që i mbulon qeveria nga ana e saj grante, pra para që e merr përsipër shteti me qëllim që të zhvillohen edhe këto lloj biznesesh. Kërkoj një vot për Partinë Socialiste dhe për personin tim, dua që të marr peshën e dur politike për të qenë një zë i fuqishëm, me eksperiencën që kam, por me fuqinë tuaj. Fuqinë e jepni me vot, votoni modelin politik të cilët të paktën në Vlorë tregoj që ishte model i mirë qeverisës.